vjen dikush me 200, po 40 a 50 antarë që këqyrin me i vëzhgu. Një farmyre ja humbim nëse këqysho, pëzom organizatat e shoqërisë civile që ma kredibile në këtë rast në organizimin e zgjedhjeve kanë qenë kështu historikisht pjesë e proceseve zgjedhore, ti vrejnë edhe ato se kanë problem në rekrutimin e njerëzve dhe vullnetarëve me apo pa pagesë nuk ka rëndësi, po së vështirë është me pas një vëzhgues që me vëzhgu procesin. Edhe anën tjetër vinë numra kaq të mëdha të organizatave anonime, që një fletë regjistrimit të një organizative qeveritare e merë shumë thjesht mrena ditës, me 3 themelus, edhe kaq të mjaftën me një program që e qënë një statut. Aty edhe kaq është edhe hapja një gjirollogarie. Jenë aspekte shumë teknike dhe këtu kemi edhe përfaqësues shoqërisë civile që e dinë edhe më së miri dhe aktualisht që është numri i organizatave në raport me veprimtarinë. Funksionimi i këtyre organizatave duhet me qenë gjithashtu parakusht. Po këtu kemi organizata tërësisht të reja, anonime, të panjohura që kanë prunë numër jashtëzakonisht madh të vëzhguesve.